Mirë se erdhët. Po filloni punë si kamarier apo kamariere në një bar kafe dhe doni ta nisni bar, jeni pikërisht në vendin e duhur. Sot do të zbërthem gjithçka që duhet të dini për t'ia dalë me sukses që nga dita e parë. Një udhëzues praktik, hap pas hapi. Okej, ja çfarë kemi përgatitur. Do shohim pak ekosistemin e një bar kafeje. Pastaj, si të përgatitemi për sukses, do zotrojmë rrjedhën e shërbimit, do flasim për artin e profesionalizmit, si të fitojmë si ekip dhe sigurisht si ta përfundojmë turnin në mënyrën më perfekte. Gatitu, po fillojmë. Mirë, le t'i futemi temës. Seksioni i parë, ekosistemi i bar kafes. Kush është në ekip dhe çfarë është më e rëndësishmja, cili është roli ynë në këtë ekip? Kjo është thelbësore, sepse një bar kafe nuk është restorant tradicional. Gjithçka lëviz shumë më shpejt dhe kur ritmi është kaq i lartë, struktura e ekipit bën gjithë diferencën. Dhe këtu vim te ideja kryesore, çdo ekip ka nevojë për një lidhës. Pra, të jesh kamarier nuk do të thotë thjesht të marrësh porosi. Është shumë më tepër se kaq. Je hallka që lidh gjithçka, klientin, banakun, kuzhinën. Nëse kjo hallcë nuk funksionon, i gjithë zinxhiri kputet. Shikojeni pak të tabel. Këtu kemi të gjithë ekipin, apo jo? Baristi bën pijet, kuzhinieri gatuan, menaxheri menaxhon. Por shikoni me vëmendje, të gjitha shigjetat çojnë te kamarieri. E kuptoni? Ti je ura. Ti merr informacionin nga klienti dhe ja kalon baristit dhe kuzhinës. Ti merr produktin dhe ja çon klientit. Pa këtë rol qendror, gjithçka do ishte kaos. Mirë, e kuptuam rolin tonë në ekip. Tani, seksioni 2, përgatitja për sukses. Pra, çfarë bëjmë përpara se të vijë klienti i parë? Kjo pjesë është super e rëndësishme. Një fillim i mbar është gjysma e punës, apo jo? Dhe ja lista magjike, lista e kontrollit para se të nis fluksi. Hapi 1, kontrollo tavolinat. Ka gjithçka? Takeme, menu, sheqer. Hapi 2, pastërtia. Salla dhe veranda duhet shkëlqejnë. Hapi 3, menyja e ditës. Çfarë ka speciale sot? Çfarë mungon? Duhet i dish përmendësh. Dhe hapi 4, një bisedë e shkurtër me baristin. Gjithçka gati? Mos ana shkaloni këtë, sepse çdo minutë që investoni këtu, ju kursen 10 minuta stres më vonë. Dhe kjo është një e vërtet absolute. Pamja juaj është mesazhi i parë që merr klienti. Mendojeni pak, para se të thuash edhe një fjalë, klienti të ka skanuar. Në një ambient ku je gjithmonë në sy të njerëzve, paraqitja jote nuk është thjesht një detaj, është pjesë e shërbimit. Okej, për këtë pjesë nuk ka diskutim. Higjiena, këtu nuk ka kompromis. Flokët e lidhura, duart gjithmonë të pastra, thonjë të shkurtër, uniforma e pastër që e kurosur. Kjo nuk është vetëm për pamjen, është për sigurinë ushqimore dhe për respektin ndaj klientit. Këto gjëra ndërtojnë besim. Shumë mirë. Ambienti është gati, paraqitja është perfekte. Tani futemi në mes të aksionit. Seksioni 3, zotërimi i rrjedhës së shërbimit. Nga përshëndetja te lamtumira, ky është cikli që përsëritet vazhdimisht. Fiksojeni këtë numër. 30. Vetëm kaq. Është një numër i vogël, por ka një fuqi të jashtëzakonshme. Për çfarë bëhet fjalë? Le ta shohim. Ja ku është, rregulli 30 sekondave, që do të thotë, askush nuk duhet të presë më shumë se 30 sekonda pa u përshëndetur. Edhe nëse je duke vrapuar, një buzëqeshje, një kontakt me sy, një mirë se erdhët, një sekond ju lutem, bën gjithë diferencën. Kështu i thua klientit, të pashë, je i rëndësishëm për mua. Ky është cikli plot vallëzimi i shërbimit. E nisim me përshëndetjen dhe uljen e klientit. Pastaj prezantojmë menun, marrim porosin dhe këtu saktësia është kyçe. E transmetojmë direkt në bar ose kuzhinë. Shërbejmë produktet, gjithmonë në rendin e duhur. Por nuk mbaron këtu. Duhet ta monitorosh tavolinën gjatë gjithë kohës. Dhe në fund procesojmë faturën. Çdo hap lidhet me tjetrin. Kjo thënie e përmbledh në mënyrë perfekte. Në një bar kafe, shpejtësia dhe saktësia janë dy anët e së njëjtës monedhë. Nuk mund të kesh njërin pa tjetrën. Ç'vlerë ka një kafe që vjen në 1 minutë, nëse është kafeja e gabuar? Asnjë. Të dyja duhet të ecin krah për krah. Okej, i kemi mbuluar detyrat teknike, por puna nuk është vetëm kaq. Tani kalojmë tek arti i profesionalizmit. Kjo ka të bëjë me atë që ndodh përtej detyrave. Si komunikojmë, si përballojmë sfidat, këtu ndahet një kamarier i mirë nga një kamarier i shkëlqyer. Këto fjalë mund të duken të mëdha. Integritet, dëshmëri, respekt. Por në punën tonë të përditshme, ato janë shumë konkrete. Për shembull, integriteti do të thotë të pranosh një gabim pa u justifikuar. Dëshmëria është të mos marrësh merita që nuk të takojnë. Dhe respekti?
të trajtosh çdo klient dhe çdo koleg ashtu siç do doje të trajtonin ty. Dhe ja një moment kritik, ankesa. Kjo kafe nuk është si duhet, çfarë bëjmë? Në të majt kemi çfarë nuk duhet të bëjmë kurrë, të gjejmë justifikimet, të fajsojmë baristin, të mbrohemi. Kjo vetëm sa e përkeqëson situatën. Në të djathtë kemi formulën magjike. Kërko ndjes sinqerisht, vepro me njëherë, ofroni zgjidhje. Kaq, një klient i pakënaqur mund të kthehet në klientin më besnik nëse ankesa e tij menaxhohet siç duhet. Dhe tani, vim tek elementi më i rëndësishëm nga të gjithë, të fitosh si ekip. Sepse, le ta themi troç, mund të jesh kamarieri më i mirë në botë, por nëse ekipi nuk funksionon, ti do të dështosh. Në një bar kafe, bashkëpunimi nuk është thjesht një ide e bukur, është mbijetesë. Këtu ka pritshmëri për të gjithë. Nëse je me eksperiencë, detyra jote është të ndihmosh të rinjt, të jesh shembull. Nëse je i ri, detyra jote është të pyesësh, por në kohën e duhur, të vëzhgosh, të mësosh dhe të kërkosh feedback. Është një rrugë me dy korsi, ku të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe nëse ka një gjë që duhet ta shkruani me gërma të arta, është kjo. Rregulli i artë i ekipit. Ndihmoni pa u pyetur, falenderoni pa u kujtuar. Mendojeni pak forcën e kësaj fraze. Kur shen një koleg në vështirësi, shkon dhe e ndihmon pa pritur të thotë më ndihmo. Dhe kur dikush të ndihmon, një faleminderit e thjesht ka një fuqi të madhe. Kjo ndërton ekipe legjendare. Okej, po e afrohemi fundit. Seksioni i fundit, përfundimi i përkryer. Turni pothuajse mbaroi, por mënyra si e mbyll ditën sot përcakton si do të nisë dita nesër. Është po aq e rëndësishme sa fillimi. Pra, si e mbyllim turnin fuqishëm? E para, tavolinat pastrohen dhe rregullojnë menjëherë. E lëm vendin gati për klientin tjetër ose për turnin tjetër. E dyta, pagesat procesohen me saktësi maksimale. Dhe e treta, çdo feedback nga klientët, qoftë i mirë apo i keq, i raportohet menaxherit. Kështu, ekipi mëson dhe përmirësohet vazhdimisht. Dhe kështu ktheheni aty ku e nisëm. Ti je hallka lidhse. Gjithçka kalon nëpërmjet teje. Pyetja që duhet i bësh vetes para çdo turni është kjo. Si do ta bëj ekipin tim më të fortë sot? Kjo nuk është thjesht një punë. Është një përgjegjësi dhe një mundësi jashtëzakonshme për të bërë diferencën.